nuk është vetëm problemi i refugjatëve nga Ukraina, ata i kanë dhënë shumë edhe sirianëve, edhe Irakut e tjerë. Evropa është detyruar të marrë në një formë ose një tjetër emigrant të palishëm që i kthen të lishëm ose emigrant të lishëm, sepse këta duen që të punojnë, që të paguajnë pensionet, sepse ç'bëhet me pjesën tjetër të popullsisë e cila plaket. Ata shkojnë, pra është rritur mosha e jetesës, njerëzit sot jetojnë 80-90 vjeç pa ndonjë problem të madh. Pra jetojnë 20-30 vjet në pension, dhe dikush duhet i paguaj këto pensionet. Pensionet paguhen me punën e atyre që vinë. Duke qenë që shoqëria nuk bën më fëmijë, atëherë naturalizimi i emigrantëve në qytetarët e atij vendit, edhe me huqet dhe me doket dhe me zakonet që kanë ata njerëz, përfshi dhe besimin e tyre fetar, bën që ata të bëjnë pjesë të këtyre shoqërive dhe të punojnë që të mbajnë ekonominë e këtyre shoqërive dhe këtyre shteteve dhe mbi të gjitha të mbajnë ekonominë sociale, të mbajnë pensionet dhe të mbajnë krahun e punës dhe sidomos industrinë dhe bujqësinë në gjitha këto vende. Apo turizmin. Ti e din mirë debatin që zhvilloi në Itali, që nga qeveria e Berlusconit, Silvio Berlusconit, për skemat pensionale, ligjin për skemat pensionale, ku ishte i pari që propozoi që të shkohet në limitin e moshës 67, pra duke e zhvendosur nga 65 mosha më problemi është se tani nuk kemi edhe vende tani nuk vlen mas për 67-ën, tash i duhet 70-a. Prandaj nga një anë ka një acarim të forcave djatha që thotë që nuk duhet sjellim punëtorë nga jashtë. Dhe nga ana tjetër shiko, unë do të citoj një ish kryeministër të Italisë që ka qenë dhe presidenti i Bankës Evropiane, zoti Draghi, i cili referohet shifrave dhe thotë pikërisht para 3-4 ditësh në Rimini, në mitingun e Rimit, samitin e Rimit, kishte një fjalë gjatë që thoshte nëse Evropa nuk gjeneron pra energji të reja të krahut punës, ajo vdekja ekonomike e Evropës do të jetë e ngadalshme, por e vazhdueshme. Pra çështja është nga një anë është prioriteti ruajtja e ekuilibrave politik, sociale, etj. Si në rastin e Gjermanisë ku ultra e djatha është bërë gati forcë parë politike sot. Por në anën tjetër ka edhe nevojën që këta njerëz pra duhet gjetur një mekanizëm perfekt europian, po që vendet anëtare nuk bien dakord me njëra tjetër, për ta unifikuar mekanizmin, sepse në anën tjetër është, pra siç është frika për demografinë, për migracionin e cili po ndryshon demografinë e brendshme në gjitha këto shtete dhe në gjitha këto shoqëri, është edhe nevoja që të vazhdojë ekonomia të zhvillohet dhe ekonomia ka nevojë për krah pune, e në këto vende nuk lindin më njerëz ose lindin pak njerëz dhe janë të detyruar të marrin o nga Afrika, o nga Azia, apo Amerika e Veriut është e detyruar të marrë nga Amerika e Jugut.